e verdhë për losartan, që do të thotë të merret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti. Kur losartan duhet të merret njëkohësisht me barna që ndërveprojnë me losartan. Nga këto kombinime mund të kemi këto variant pasoja. 1. Të shtohet efekti ulës së tensionit. 2. Të dobësohet efekti ulës së tensionit ose e thanë ndryshe të dështoj efekti mjekues i tij. Variant tjetër i ndërveprimi është shtimi i efekteve anësore të losartan. I marrim me radhë. Rasti i parë, shtimi i efektit ulës të tensionit deri në vlera të padëshiruara apo të dëmshme për trupin tuaj. Kjo mund të ndodhë kur losartan kombinohet me barna të tjerë antihipertension, si beta bllokuesit. Më të përdorshmit janë atenolol, metoprolol për kallët e tjerë. Me diuretikët si hidroklortiazid, furosemid, torasemid e të tjerë. Me amlodipinen, me nifedipinen, me metildopa e të tjerë. Efekti ulës i tensionit shtohet edhe në rastin kur losartan kombinohet me barna me efekt të fortë në sistemin nervor qendror si antidepresivet. Në këtë grup mund të përmendim amitriptilinen, imipraminen, anafranil e të tjerë, antipsikotikët apo qetësues të fortë si klorpromazina, levomepromazina, clozapin apo leponex. Me një qetësues të dhimbjeve të forta të shpinës si baklofeni e të tjerë.